I kanë shpall lufta Allahut me kamatat që i bujnë Kosovë. Fatkeqësisht. Po ju kuptoj. Po na si musliman, si praktikant fetar në Kosovë, për shembull, çka unë si njeri thjesht duhet me ditë kur du me marr një borxh, nëse më me thonë, për shembull, po që nuk e di, që nuk hyn kamat. Çish funksionon, pak a shumë? Po shitblerja në Islam është e lejuar. Domethënë kamata është ndaluar, por shitblerja është e lejuar. Fatkeqësisht institucionet financiare që punojnë parime islame të na janë dopta, atë nuk e kanë fuqinë e madhe, po janë tregulluar në asnjë forme që nuk ka kamat në ato. Në ato institucione nuk ka kamat. Tash të mujmë ta shpjegoj një produkt për shembull nëse ti e blen një kerr ose një diçka që më kon pak më konkret me kuptuar edhe këta që nuk janë financiera, nëse ti don me ble për shembull një kerr në institucion financiar që punon parime islame edhe një kerr nëse do me ble në bankë. Apo kupton? Po.